pas një pyetje prej dikujt që na përcjell në rrjetet sociale, e që ndoshta është e çuditshme, thotë një person të hoq, nuk e njeh kush është. Thotë i kum fal xhumat, vetëm xhumat. Mirë, po në anën tjetër kënej kur dal me shok nganjëherë pi birra, edhe e kam lënë namazin. Edhe namazin edhe birrat. Thash, thash nëse është dosht me lënë diçka, është dosht me lënë birrën, jo namazin. Pastaj vazhdoi namazin. Edhe pse je vetëm me xhumë. Mirë po, fale mirë xhumën. Edhe merra energjinë e namazit xhumas. Pastaj shtoj edhe në namaz tjetër me lejen e Allahut kemë u largu edhe prej alkoolit. Do të thonë kjo si pyetje më ka duk pak interesant, mirë po ndon shoqërinë tonë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë se namazi më të vërtetë është preventiva, ndoshta më e suksesshme, mirë po nëse mirret, qysh është përshkruar prej Allahut lartëson. Nëse dozën e ka në mënyrë të duhur edhe aplikimin e ka në mënyrë të duhur. Sepse na edhe terapitë e mjekëve kur i marrim. Nëse nuk i përmbami dozas e afatit kohor të terapisë, edhe shkojmë te mjeku them që 2 javë nuk është kam ban kur gjë terapia që më kush. Mirë shik e marr, vallahi nuk u mor krejt ndryshe nga ajo që më përshkruti. Do të thonë ti ke dëmtu veten edhe më tepër. E kështu që namazin Allahu i lartësuar e ka sjell, po themi kështu kushtimisht si terapi, mirë, po terapi që duhet me marr sipas udhëzimeve të Allahut. Jo terapi tem. Po nuk është namazi diçka që kthehemi në fillim. Vallahi ne obligim edhe hajt ta heku, ta largoj. Edhe mirë lirua për tina, tash e vazhdoj jetën time. Jo. Unë jam çaj që kur të hi namaz, kur dal prej namazit do të më ndalë ndryshe. Pse? Sepse kam qenë takim me Allahun, ato që e përmendëm më herët.